Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për vitin 2026 edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një vit sa më të mbar, të gëzuar, suksese në dashuri, në familjen tuaj, por edhe në fusha të ndryshme të jetës tuaj. Sa më shumë suksese. Atëherë, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë fillojmë në lidhje me muajin janar. Mos harroni që të ndiqni shenjën tuaj ascendente, sepse aty përfshiheni më tepër. Fillojmë në lidhje me muajin janar, jemi te energjia e shenjave të tokës. Ju shoh që jeni në një pozicion mbretëror, në një pozicion të favorshëm. Jeni duke menduar seriozisht në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por në rastin tjetër ju shoh që mendoni shumë fort gjatë muajit janar në lidhje me anën ekonomike. Ju mund të mendoni në lidhje me një punë të re për një pjesë prej jush, për disa të tjerë në lidhje me bashkëpunime të ndryshme ose me karrierën tuaj, ndërsa për pjesën tjetër për një fillim ekonomik, sepse ju shoh që do jeni në një pozicion të fuqishëm ekonomik. Është një muaj që do vërtitet më tepër rreth anës tuaj ekonomike, ndërsa në rastin tjetër mund të jetë një person që do t'ju këshillojë në lidhje me një investim që ju dëshironi të bëni, ose mund t'ju mbështesi edhe nga ana ekonomike. Gjithsesi është një muaj fort ekonomik, por që do jeni në një pozicion të favorshëm. Ndërkohë do jeni duke menduar dhe në çështje dhe në situata të ndryshme, por do jeni më me këmbë në tokë. Gjithsesi gjatë muajit shkurt, ju shoh që do keni shumë ëndra, shumë iluzione. Do jeni gati në energjinë tuaj, sepse jemi te energjia e kupave, dhe ju shoh që do tregoni shumë ëndrimtar, ju mund të keni shumë oferta në lidhje me dashurinë dhe do fokusoheni te një person që do t'ju tërheqi, ndërsa për pjesën tjetër mund të keni shumë oferta pune, ju nuk do dini çfarë të bëni, do filloni të ëndrroni, do krijoni iluzione në lidhje me këto oferta që do keni. Por gjithsesi është një ofertë që do t'ju tërheqi më së tepërmi. Është një muaj më tepër iluzionesh dhe ëndrash që ju mund të krijoni brenda vetes tuaj. Dhe këto mund të kenë lidhje me dashurinë në një rast, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Në rastin tjetër ju mund të jeni duke ndruar e fëmijëve tuaj, ose mund të jeni duke krijuar ëndra dhe iluzione për shtëpinë tuaj, për punën tuaj, nga ana ekonomike, por është një muaj që do ngelet në kuadrin e ëndrave dhe të iluzioneve. Dhe vazhdojmë në muajin mars, që jeni dhe në energjinë tuaj, ju shoh përsëri në një pozicion mbretëror, sepse jemi te princi i kupave. Shoh që do mendoni shumë seriozisht edhe në lidhje me fillimet e reja gjatë këtij muaji, sepse kemi hënën e re, në muajin e parë kishim hënën e plot, dhe në muajin mars me hënën e re, unë ju shoh që do mendoni seriozisht në lidhje me dashurinë. Ju shoh me shumë pasion, do shpresoni shumë, ndoshta muaj shkurt ju keni ëndrruar rreth një personi dhe në muajin mars ju dëshironi ta konkretizoni, të bëni një fillim të ri me këtë person. Do keni emocione, do keni pasion, emocione jo, por pasion, më falni. Do shpresoni shumë te ky person, por ndërkohë do shprehni dhe ndjenja xhelozie. Dhe kjo mund të ketë lidhje si në lidhje me njohjet, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja në një rast. Në rastin tjetër mund të jetë një fillim i ri ekonomik, ku ju shpresoni shumë për ta bërë një punë e re, ose një bashkëpunim, një partneritet i ri, një karrierë e re. Ju shoh që do jeni shumë me këmbë në tokë, por ndërkohë do mendoni seriozisht në lidhje me një mundësi dhe me një ofertë që do t'ju jepet gjatë këtij muaji. Është një muaj përsëri shumë i fortë ekonomik, që ju do mendoni në lidhje me fillimet e reja ekonomike, dhe mund të jetë edhe një aktivitet i ri, mund të jetë një biznes i ri që ju dëshironi ta hapni, keni ëndrruar gjatë muajit shkurt dhe në muajin mars ju e realizoni. Do jeni në muajin tuaj,
dhe me hënën e re shoh një fillim të ri për ju. Mund të jenë fillime të ndryshme të reja, mund të jenë fillime dokumentash që ju i mendoni mirë, mund të jetë fillim i një trajnime të ndryshme që mund të bëni, një fillim artistik për ju, ose edhe në situata të ndryshme, fillime të ndryshme që ju dëshironi të bëni, një kurs ose diçka tjetër. Dhe vazhdojmë në muajin prill, jemi te energjia e shenjave të zjarit, dhe unë i shoh të vendosur në qëllimet tuaja në lidhje me këto fillime të reja që do bëni gjatë muajit mars. Ju i vendosni qëllime vetes në lidhje me një dashuri, me një fillim të ri, një dashuri të re që ju do filloni në muajin mars, dhe në muajin prill do t'i vendosni qëllime vetes për ta çuar para këtë dashuri. Për një pjesë tjetër do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ju shoh që do keni shumë pasion gjatë këtij muaji. Janë 2 muaj që do keni shumë pasion. Është edhe marsi edhe prilli. Ndërkohë do keni kontrata të rëndësishme. Ju mund të bëni një kontratë pune, një punë e re që dëshironi ta filloni që në mars me hënën e re. Dhe në muajin prill ju i vendosni qëllime vetes për ta çuar para këtë. Një partneritet, një bashkëpunim, ose në rastin tjetër kontrata të ndryshme që mund të keni. Mund të jetë kontratë shtëpie, mund të jetë kontratë martesore, mund të jetë një kontratë për t'u larguar jashtë shtetit, një kontratë pune për t'u larguar, por edhe kontrata të ndryshme që mund të keni. Kjo ka lidhje me gjithçka. Ju shoh që do jeni në një pozicion shumë të favorshëm përsëri edhe gjatë muajit prill. Dhe me qëllime është një muaj që ju do keni qëllime në veten tuaj. Dhe vazhdojmë në muajin maj. Në muajin maj, me sa duket qëllimet e muajit mars, se shoh që në muajin mars bëni një fillim të ri, i vendosni vetes qëllime në lidhje me një njofje të re. Dhe unë shoh që ju do ta finalizoni në muajin maj. Për një pjesë prej jush mund të hyni në një bashkëjetesë me këtë person, për pjesën tjetër mund të çoni këto njofje dhe lidhjet, t'i çoni para gjatë muajit qershor, ndërsa në lidhje me marrëdhëniet dhe aty shoh që do jeni më të mbrojtur me marrëdhëniet tuaja. Për një pjesë tjetër, ju do keni kontrata të ndryshme gjatë muajit maj, mund të jetë një kontratë në lidhje me punën, keni përsëri kontrata, me karrierën tuaj, bashkëpunime, partneritete të ndryshme, por mund të jenë dhe kontrata për jashtë shtetit, kontrata të ndryshme shtëpie, mund t'i merrni kontratat nga më të ndryshme. Gjithsesi, është një muaj që do jeni të mbështetur nga energji më të larta. Ndërkohë ju shoh që do keni dhe shumë sekrete gjatë këtij muaji. Mund të mbani dhe sekret këto fillime të reja që ju dëshironi t'i bëni që në muajin prill. Është një muaj gjithsesi që ju do jeni të mbrojtur nga energji më të larta në lidhje me gjithçka, me kontrata të ndryshme, por dhe në njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ose në familjen tuaj, por dhe në situata ekonomike shoh. Dhe kalojmë nga muaji maj në muajin qershor. Në muajin qershor shoh që jemi te energjia e shenjave të tokës, tu ishim te energjia e shenjës së demit. Jemi te energjia e shenjës së tokës, ju shoh që ju do t'ju mungoj një dashuri. Për gjithë ata që janë në njofje ose në lidhje, shoh që ju mungon dashuria. Për pjesën tjetër mund t'ju mungoj një person, ndërsa për disa të tjerë mund të mungoj dhe dashuria në marrëdhëniet tuaja, ndërsa për një pjesë tjetër ndoshta me këto kontrata që do bëni në muajin maj, ju do keni shpenzime aty dhe në muajin qershor ju shoh që do ngeleni me pak para në duar. Ndoshta ju nuk do harrini të menaxhoni si duhet paratë tuaja. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që ndiheni shumë të lodhur fizikisht, por disa të tjerë mund të keni probleme edhe me shëndetin. Është një muaj mungesash, është një muaj që ju ndoshta mund t'ju mungoj dhe koha. Nuk do thotë domosdoshmërisht t'ju mungojnë persona, para, ose mund t'ju mungoj koha, mund të ndjeni gjatë gjithë kohës të zënë me punë ose diçka tjetër, do jeni të angazhuar më saktë, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të ndjeni të lodhur.
Dhe kjo ka lidhje dhe në lidhje me punën, por dhe në lidhje me çfarë do lloj situate që të keni. Ju mund të ndjeni të lodhur nga pesha, nga mbi ngarkesat që mund të mbani, mund të ndjeni të lodhur me situata dhe çështje të ndryshme, por më tepër e shoh nga ana ekonomike në lidhje me dashurinë dhe në lidhje me shëndetin, me anën fizike më tepër. Duhet keni kujdes gjatë këtij muaji. Dhe këtu tham muaj qershor. Dhe vazhdojmë në muajin korrik. Në muajin korrik shoh që me gjitha këto mungesa që do keni në muajin qershor, në muajin korrik ju do merrni vendime. Do merrni vendim në lidhje me një dashuri, me një person. Mund të jetë edhe një person që ju jeni shkputur, mund të jetë një person që keni krijuar një distancim emocional, por mund të jetë edhe një person që e keni në distancë. Dhe ju shoh që gjatë këtij muaji do merrni vendime të rëndësishme në lidhje me dashurinë, me këtë person, për të bërë dhe fillime të reja, sepse kemi dhe hënën e re këtu. Ndërsa për një pjesë tjetër shohim takime të rëndësishme në një fillim të ri, shoh që do të ndjeni shumë të dashuruar gjatë këtij muaji, ndërsa një pjesë tjetër do keni njohje dhe lidhje. Dhe këtu kemi energjinë e shenjës së binjakëve më shumë, por dhe luani është këtu. Gjithsesi, unë shoh që është një energji nga universi që do t'ju ndihmoj shumë në lidhje me lidhjet, njohjet që do krijoni gjatë këtij muaji, ku ju do merrni vendime të rëndësishme në lidhje me fillimet e reja, por dhe në lidhje me punën tuaj dhe nga ana ekonomike, për të hyrë në partneritete të ndryshme. Në rastin tjetër mund të takoni një person që keni kohë pa e takuar dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të ndjeni të gëzuar. Ndërsa për një pjesë tjetër ka lidhje me ju mund të takoni persona që keni kohë pa i takuar, ose një person shumë dashamirës do t'ju mbështesi në lidhje me një fillim të ri. Mund të jetë një fillim i ri, një punë e re, një partneritet i ri, një bashkëpunim i ri, por mund të jetë edhe në çfarë do lloj situate që ju të jeni. Gjithsesi, është një muaj shumë i bukur, është karta e të dashuruarve, është një muaj që ju do ndjeni të dashuruar, do arrini të konsolidoni njohjet, lidhjet dhe marrëdhëniet tuaja, partneritetet të ndryshme që do filloni, por mund të jenë dhe fëmijët tuaj që mund të hynë në njohje ose në lidhje, varet nga situatat që mund të keni. Gjithsesi, është një muaj shumë i bukur, një muaj që do jeni, ndoshta edhe njerëzit që do keni rreth jush, do jenë më të dashuruar me ju, ose do keni njerëz rreth vetes që ju duan. Dhe vazhdojmë në muajin gusht. Muaji gusht është një muaj pushimesh, dhe unë ju shoh në udhëtime. Ju ndoshta do shkoni diku për të kaluar pushimet, por gjithsesi është një muaj, jemi të energji e gafores. Është një muaj që ju do mendoni të jepni drejtim emocioneve tuaja, ose kësaj njohje të re që do bëni në muajin korrik. Për një pjesë tjetër, është një muaj ku ju do të jepni drejtim familjes tuaj, njohjeve, lidhjeve, shtëpisë tuaj, në lidhje me një fillim që do bëni që në muajin korrik, ndërsa për një pjesë tjetër do të jepni një drejtim më të mirë punës, situatave dhe çështjeve të ndryshme në lidhje me karrierën, me bashkëpunime të ndryshme, do të jepni një drejtim më të mirë pronave tuaja, parave tuaja. Do të thënë, është një muaj shumë emocional dhe vërtet më tepër rreth emocioneve dhe një muaj ku ju do të jepni drejtim çfarë do lloj situate që të keni, si në lidhje me dashurinë, me partneritete, me familjen, me prona të ndryshme, ose edhe në lidhje me parat. Dhe kalojmë në muajin shtator. Në muajin shtator shoh një sukses. Jemi te energjia e shenjave të zjarit, ju do ta ndjeni veten të suksesshëm, një fitore, një sukses për ju, sepse ju do arrini të jepni drejtim çfarë do lloj situate në muajin gusht, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të ndjeni të suksesshëm në lidhje me këtë gjë. Shoh disa mund të jenë në udhëtime kemi dhe në muajin korrik dhe në muajin, korrik dhe në gusht, jo në gusht edhe në shtator, Gjithsesi do ketë njerëz që do t'ju mbështesin në lidhje me këtë fitore që keni, me këtë sukses që do keni, por do ketë edhe persona që do jenë ziliqar, që nuk do t'ju mbështesin në këtë udhëtim të jetës tuaj.
Dhe këtu flasim, në rast se ju hyni në një njofje të re, I jepni drejtim kësaj njofje ose lidhje, ose në lidhje me gjithçka tjetër që dëshironi të jepni drejtim, ky do jetë një sukses për ju, por ju të gjithë njerëzit do gëzojnë për sukseset tuaja ose për fitoret që ju do harini gjatë muajit shtator. Gjithsesi, është një muaj fitoresh dhe suksesi, dhe këtë mund ta merrni edhe në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën, me bashkëpunime, me partneritete të ndryshme, me familjen, me fëmijët tuaj, por dhe çfarëdo lloj situate tjetër që mund të keni. Dhe kalojmë në muajin tetor, në muajin tetor. Në muajin tetor jeni te energjia e shenjave të ujit, kemi mbretin e kupave të ujit dhe këtu jeni te energjia juaj. Muaji tetor do jetë një muaj shumë emocional, një çlirim shpirtëror, nga një fitore, nga një sukses që ju mund të keni. Por ndërkohë ju shoh që ju do jeni më të çliruar, si në lidhje me dashurinë, me punën, por dhe nga ana ekonomike. Për një pjesë prej ju shoh një fillim të ri, është një person që vjen drejt jush, se jo të gjithë do njihen në të njëjtën kohë gjatë vitit. Është një person që ka emocione, dëshiron të vi të shpreh këto emocionet dhe kjo mund të ndodhi në një udhtim që ju do bëni gjatë muajit shtator. Dhe në muajin tetor është një person që në këtë udhtim që shkoni do t'ju shpreh ndjenjat dhe emocionet. Dhe ju do bëni një fillim të ri, një lidhje të re. Do ndjeni shumë të gëzuar, shumë emocional në lidhje me këtë dashuri, ndërsa për pjesën tjetër shoh që do keni lajme të mira në njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet, do jeni shumë emocional gjatë këtij muaji. Por për disa të tjerë shoh lajme të mira te vendi punës, më falni, nga ana ekonomike, por lajme në lidhje me shtëpinë, me familjen, në lidhje me anën ekonomike, me punën tuaj, ose dhe me situata të ndryshme që ju mund të keni gjatë këtij muaji. E rëndësishme është që është një muaj shumë i bukur, çlirim shpirtëror, një paqe që do ndjeni në shpirtin tuaj, por është edhe një muaj ku do t'ju sjelli vetëm lajme të mira në lidhje me gjithçka. Dhe kalojmë në muajin nëntor. Jemi te energjia e shenjës së luanit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, ju shoh që ju keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi në jetën tuaj dhe është një muaj që edhe pse muajt paraardhës janë muaj shumë të bukur, I shoh, është një vit vërtet shumë I bukur për ju. Ju shoh që ju do gjeni forcën brenda vetes për të ecur përpara. Në qoftë se ju hyni në një njofje të re, keni kaluar sfida në lidhje me njofjet, lidhjet që keni pasur, atëherë ju do jeni forcën për të shkuar para në lidhje me këtë njofje që keni, ose në lidhjet dhe marrëdhëniet tuaja, në rastin tjetër, për një pjesë tjetër në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike, për gjithë ata që kanë kaluar sfida dhe vështirësi të mëdha, ose në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni pas në jetën tuaj. Dhe shoh që është një lloj karme në lidhje me ju. Në qoftë se ka ndodhur këto vështirësi, ka qenë një ndoshta diçka karmike që duhet të ndodhte, që ju duhet të mësonit nga këto situata. Dhe gjithsesi është një muaj mirë, është muaj forcës, që ju gjeni forcën brenda vetes në lidhje me çfarëdo lloj situate që ju të keni. Dhe vazhdojmë në muajin dhjetor. Muaji dhjetor është një muaj festash. Ju do filloni të bëni një rezume gjatë vitit, se si ka shkuar ky vit për ju, dhe ju shoh që do jeni shumë komunikues. Në lidhje me personat që janë beqar, ju do keni një person që do ta njihni nëpërmjet rrjeteve sociale. Por për pjesën tjetër do keni një komunikim më të mirë në njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Shoh që do keni lajme të shpejta, do veproni shumë shpejt në lidhje me gjithçka, por ju shoh edhe në udhtime. Për disa prej jush mund të aplikoni edhe nëpërmjet me emaile, ndoshta për të shkuar diku, për të festuar festat e fundvitit në një rast, në rastin tjetër, ndoshta edhe me një udhtim pune, ose për të shkuar diku jashtë shtetit, nga një qytet në qytetin tjetër, nga një vend pune në vend pune tjetër. Shoh lajme të shpejta, veprime të shpejta gjatë këtij muaji, por edhe udhtime në lidhje me ju.
shoh një komunikim shumë të mirë që do keni gjatë muajit dhjetor. Është një muaj fantastik, muaj dhjetor, që është edhe muaj fundit i vitit. Gjithsesi është një vit shumë i bukur për ju. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim çfarë mesazhi ju japin për vitin 2026. Dhe kemi kartën e karrocës. Dhe ju thotë që është një moment ose një vit shumë i rëndësishëm, shumë simpatik në lidhje me ju, thotë. Ju do harini të gjeni qetësinë që ju dëshironi. Duhet të provoni dhe gjërat e panjohura. Gjithsesi, në tarot është karta e karrocës, përfaqëson energjinë e shenjës së gafores. Unë shoh që ju do jeni shumë emocional gjatë këtij viti, do të jepni drejtim çfarë do lloj situate, dhe këtë faktikisht na doli edhe këtu karta e karrocës. Do të jepni drejtim situatave, emocioneve tuaja, anës tuaj shpirtërore, do të jepni drejtim njohjeve, lidhjeve, marrëdhënieve, do keni udhëtime, mund të keni edhe udhëtime jashtë shtetit, udhëtime nga një qytet në qytetin tjetër, do të jepni drejtim çështjeve dhe situatave të ndryshme në lidhje me parat, në lidhje me pronat, por edhe në lidhje me punën, me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme, çështjeve të ndryshme familjare, por gjithsesi karta e karrocës tregon që ju gjatë këtij viti do të jepni drejtim gjithçkaje që ju vërtet dëshironi. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, ju uroj vërtet një vit sa më të mbar, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Atëherë, ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, dëgjojmë në videot në vazhdimsi.